Shkruan Ylli Pata. Debati apo diskutimi më shumë i teorisë së trashëgimisë familjare të drejtimit të PD-s nga Sali Berisha qarkullon prej kohësh. Qarkullimi i cili nuk ka ardhur nga fantazia e tepruar apo egzageruar. Argita apo Shkëlzeni nuk kanë pasur ndonjëherë role drejtuese në PD, por influenca e tyre ka qenë determinante. Qoftë në pushtet, qoftë në opozit. Mohimi i këtij realiteti edhe nëse bëhet nuk besohet, po merret si një etiketë hipokrite. Pasi fakti është se influenca e fëmijëve të Sali Berishës në pushtetin politik nuk ka qenë thjesht lobim, ka qenë një kapje reale e vendimarrjes apo kondicionimi i saj, qoftë kur Berisha ishte kryeminist, qoftë më pas. Në një takim me simpatizant të tij, Sali Berisha tha se nuk do ta trashëgojë drejtimin e PD-s tek fëmijët e tij. Doktori e nxori këtë frazë nga goja, thua se ishte një verdikt sacrosanto. Një frazë natyrisht e përgatitur si spin për të marrë një feedback të rëndësishëm, a thua se kemi të bëjmë me zhvillim politik. Ndërkohë që thjesht përmendja e këtij fakti nga Berisha përbën një skandal politik të nivelit të lartë. Pasi edhe pse është njeriu me pushtetin absolut në PD, doktori nuk ka asnjë të drejtë trashëgimie të postit të tij, edhe pse në fuqinë absolute që ka edhe mund t'ja lejoj vetes. Por ky egzagerim nuk do të bëjë gjë tjetër veç se të rrudh besimin dhe simpatinë në radhët e elektoratit së djathtas, edhe kështu mjaft i vogël. I gjendur në një stagnacion statistikor ku shifra 70% e jos nuk luan prej disa vitesh tashmë, Sali Berisha bëri një lëvizje për të bërë lajm, me shpresën që të ngjall apo të ndezë një shkarp në mjedisin kënetor të opozitës. Në një logjik normale, vetëm përmendja e një mundësie trashëgimie duhet të jetë blasfemi. Dhe jo më kot Sali Berisha nuk i ka dhënë rëndësi këtyre zileve që bien prej kohësh. Pasi si një politikan me përvojë dhe inteligjent e di se kjo është një çështje kurth, ku nëse bie i krijon vetes problem jo të vogël që mund të mbetet si një gjyle e lidhur në këmbë për kohë të gjatë. Por këtë herë Berisha e lëshoi këtë tollumbace nga që gjylja në realiteti është lidhur në këmbë prej kohësh. Eksaktësisht prej 21 maj 2021, kur qeveria amerikane e shpalli atë non grata së bashku me bashkëshorten dhe 2 fëmijët e tij. Në këtë situatë rënd ku më rënd se kaq nuk ka në realitet, batareja e mufkave nuk bën përshtypje fare, jo vetëm në auditoret abstrakte të teatrove folklorike, por edhe në mjedisin publik mediatik shqiptar, ku zërat më të quotuar janë ata që parashikojnë kataklizmat e darkës së bashku me paroditë e tokës së shesht dhe frustrimet gjeopolitike. Nuk do të mungojë ka shumë gjasa serita analizave që Berisha me mohimin e trashëgimisë i ka çuar sinjal Amerikës apo po bën gati pasardhësin e tij politik për inat të Salianit. Kjo është enigma e 2026-s. E ka shumë gjasa që të shtyhen panelet deri në pushimet e verës. Pastaj shohim e bëjmë.